Deputetja vetëvendosjes Fitore Pacolli ka mohuar se ju është bërë oferta deputetëve Anton Çoni dhe Duda Balje në kombim të votës për Buljen Haxhion. Çoni kishte thënë se dy deputetë të kësaj partie janë në fokus të veçantë të interesimit të lëvizjes vetëvendosje dhe se ata kontaktuan edhe nga ndërmjetësues. Por këtë formë të komunikimit me deputetët e partive të tjera ka mohuar Pacolli. E kanë dëgjuar deklaratën e Çonit. Ai ka deklaruar që përmes një personi që jeton ndiku jashtë Kosovës, i ka dhënë këtë ofertë. Ne, zoti Çoni, e shohim në parlament, kështu që nëse ne i bëjmë ofertë direkte deputetëve, ne shkojmë në mënyrë direkte te deputetët. Ka deputet edhe brenda vetëvendosjes edhe partive të tjera që kanë komunikim të mirë me njëri tjetrin. Edhe ne gjejmë deputetin që ka komunikim më të mirë me dikë, edhe i themi fol me të, shije ku shndron. Po nuk ka organizojnë dikë prej jashtë, ka pretenduar Pacolli në të vënji. Ndërkësh, për deklaratën e Baljes, e cila tha se përmes personave të tjerë i kanë ofruar pozitën e profesoreshës në Shkup në kombim të votës për Haxhiun, Pacolli tha se s'është e vërtetë. As ajo s'është e vërtetë, tha Pacolli. Një tentativë të tillë ne se bëjmë. Ne kemi diskutuar hapur me zonin Balje dhe i kemi treguar çfarë mund ne t'i ofrojmë dhe i kemi dëgjuar kërkesat e saj. Me komunikim të hapur, Pacolli kishte fjalën për një takim të Baljes në zyrën e kryeministrit me kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurti. Me një prononcim për bota sot ka folur profesori universitar Enver Bytyshi. Ai thotë se Limaj ka deklaruar që është pro formimit të qeverisë. Nëse mbetet, deputetët e tij mirë po që e njëjta nuk po ndodh. Profesori kritikon Limajn për mosmbajtje të fjalës edhe pse në pyetje është vendi i tij, pasi njëri tjetër po shikon ende interesat e tij personale. Fatmir Limaj shkoi ka hapta që ka në dorë formimin e qeverisë, ka vetëvendosja. Prej se përfunduan zgjedhjet e nënshkurtit, pra prej asaj kohe deri më sot, Fatmir Limaj ka deklaruar se nëse formimi i qeverisë Kurti 3 mbetet për deputetët e tij, ai do ta votojë atë. Por Fatmir Limaj për të 23-ën herë nuk i dha ato 3 vota të nismës për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit, ndërkohë ne shqiptarët themin se shquhemi për bese për mbajtjen e fjalës. Ne, sidomos në politikë, jemi bërë rëndësat, me më të mëdhenj, nëse krahasohemi me politikanët e çdo vendi tjetër. Politikanët shqiptarë nuk kanë problem që sot të thon po dhe nesër të thon jo, siç thoshte Churchilli në memorandumin e tij shprongurja e shqiptarëve të 7 marsit 37. Politikanët shqiptar nuk mund t'i blesh me pak para, jepu diçka mosër shumë tise të tjerë dhe luajnë brenda orës nga fjala, janë këta politikanë të cilët betohen në publik, sidomos në fushata elektorale, se mbaj fjalën. Pra, Fatmir Limaj po dëshmon edhe kësaj radhe se nuk ka problem formimin e qeverisë dhe institucionet në Kosovë, ka problem akomodimin e tij personal në këto institucione, e kur dëgjon në ekrane televizive të shkon mendja se patriot më të madh se ai nuk ka. Në fakt po, ai duket të jetë patriot interesave të tij personale, logjikisht Ramush Haradinaj duhet që të revoltohej me shëndrimet e Fatmir Limajt, sepse AK-ja e pranoi në koalicion dhe me drejt ditë veta Fatmir ja mori gati gjysmën e deputetëve Ramushit e la pa grup parlamentar. Pra, sa plotsoi oreksin e tij politik zgjedhor. Fatmir shkoi ka ata që kanë në dorë formimin e qeverisë ka vetëvendosja. Në emër të interesit të Kosovës të ai, po e bëj këtë, por për interes të Kosovës është gjithçka që plotson interesin personal të kriju të nismës. Ndryshe, do ta kishte votuar Buljen Haxhiun si kryeparlamentare, u shpreh profesori.